Si ka mundësi që ai dinte çdo gjë për mua? Ai ishte jude, prandaj nuk besoja se ai kishte kontakt me ndonjë që më njihte mua. Në fakt, shumica e judejve udhëtonin duke I rënë gjatë, përreth Samaris, pa shkelur në tokën samaritane. Gjithashtu, nëse je e dinte historinë time morale, me dështimet e pafundme, pse më foli në publik? Rrallë herë ndodh që burrat I flasin një gruaje në publik. Aq më tepër mua, me reputacionin që unë kisha. Por ja ku ishte ai, duke më kërkuar t'i jepja ujë për të pirë dhe duke më ofruar ujin e tij të gjallë. Nuk e kisha iden se çfarë do të thoshte me ujë të gjallë. Sido që të ishte, sikur të më shuante etjen për gjithmonë dhe mos të kthehesha më te pusi, do ta pranoja atë ujë. Duke qenë se Jezusi guxoi të më fliste, ai ishte padyshim njeri Perëndis. Prap së prap, njeri Perëndis apo jo, unë nuk doja të flisja me askënd për jetën time të ngatruar. Mua më duhet të duroja gjithë për çmimin e mundshëm.